Një punëtor ka humbur jetën paraditën e sotme në Prizren. Në Vinçi i rrëzuar në punishte ka zënë një punëtor në vendin e punës. Lidhur me këtë janë deklaruar edhe nga ana e policisë së Kosovës. Policia ka pranuar informatën se në ambulancën e lagjës Albana në Prizren është dërguar pa shenja jete një person mashkull rreth 26 vjeç. Njësitë policore kanë dalë menjëherë në emergjencë dhe në vendin e ngjarjes. Sipas informatave fillestare të siguruara nga dëshmitarët, dyshohet se viktima derisa ishte duke punuar në një objekt ndërtimi. Gjatë procesit të betonimit është goditur nga një pjesë e pajisjes së punës, me që rast ka pësuar lëndime fatale dhe ka humbur jetën në vendin e ngjarjes, ka thënë Shaqir Bytyqi, zëdhënës në policinë e Kosovës për rajonin e Prizrenit. Më tutje është bërë ditur se lidhur me rastin është njoftuar prokurori kujdestar si dhe inspektorati i punës. Në koordinim me ta, policia është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të sqarimit të plotë të rrethanave të rastit. 2 vajza nga Topanica e Kamenicës kanë humbur jetën tragjikisht në një aksident në Gjermani. E. Zubaku, 24 vjeçare, dhe A. Zubaku, 18 vjeçare, janë viktimat e këtij aksidenti të rëndë. Vdekja e tyre është konfirmuar edhe nga familjarët e të ndjerave, ndërsa dhimbja për këtë humbje është e madhe. Nga ana tjetër, mediumet gjermane raportojnë se një person i përfshirë në aksident ka pësuar lëndime të rënda. Në aksidentin zinxhir që pasoi përplasjen fillestare, ku u përfshin gjithsej 5 automjete, humbën jetën 2 vajza. Sipas dyshimeve të para, shkaku i aksidentit ka qenë një manovër e pasuksesshme për ndryshimin e korsisë. 2 automjete u përplasën me njëra tjetrën me shpejtësi të lartë, duke shkaktuar aksidentin fillestar. Një nga personat e përfshirë mbeti i dënduar rënd. Për shkak të përplasjes, 5 automjete që po lëviznin pas tyre nuk arritën të frenonin në kohë, duke shkaktuar një aksident tjetër zinxhiror. 2 motrat raportohet se janë shtetase zviseriane. Policia e Kosovës ka raportuar 3 raste të ndara të gjetjes dhe sekuestrimit të armëve, municionit dhe pajisjeve të ndryshme në komunën e Zubin Potokut. Sipas policisë, në një objekt që shërbente si shtallë për ushqimin e bagëtive, janë gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri, 5 karikaturë të armës së gjatë me 151 fishek, pjesë të uniformës së kamufluar si dhe bateri ndriçuese. Po ashtu gjatë këtij aksioni në një objekt të ngjashëm, policia ka sekuestruar një armë zjarri, 74 fishek të kësaj arme dhe 254 fishek të armës së gjatë. Ndërkaq në një objekt të pabanuar janë gjetur një pushkë me bajonetën e saj, 11 fishek të së njëjtës armë, 33 fishek të armës së gjatë, 2 makina për mbushjen e fishekëve të armës së gjuetisë, rreth 200 gram barot dhe 2 kg sfera për mbushjen e fishekëve. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se armët dhe pajisjet e gjetura janë sekuestruar, ndërsa ekipet relevante hetimore janë duke zhvilluar hetime për të sqaruar rrethanat dhe origjinën e tyre. Një vizitë studimore e një grupi studentësh nga Serbia në Kosovë ka nxitur debat në opinionin publik dhe mediat rajonale. Pjesë e iniciativës studentët në çdo fshat, ata vizituan disa zona në Kosovë dhe ndan përvojat e tyre pas takimeve me qytetarët. Njëri nga pjesëmarrësit, student i Fakultetit të Drejtësisë në Beograd, Mihailo Marković, pasi vizita i ka ndryshuar disa nga bindjet e mëparshme dhe se kontaktet me shqiptarët kanë rrëzuar paragjykime që kishte para udhëtimit. Sipas tij, njerëzit në Kosovë jetojnë një jetë normale dhe realiteti në terren është më ndryshe nga ai që shpesh paraqitet në diskursin publik serb. Deklaratat e studentëve janë pasqyruar gjerësisht në media dhe kanë nxitur reagime të ndryshme në Serbi. Disa e kanë vlerësuar vizitën si mundësi për dialog dhe njohje më të mirë të realitetit, ndërsa të tjerët e kanë kritikuar atë për arsye politike. Studentët kanë paralajmëruar se aktivitetet e tyre do të vazhdojnë edhe në të ardhmen me vizita të tjera dhe raportime nga tereni. Mungesa e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, korniza e papërshtatshme ligjore dhe vështirësitë në sigurimin e provave mbetën ndër sfidat kryesore në ndjekjen dhe gjykimin e krimeve të luftës në Kosovë, u tha në panelin diskutues forcimi i kapaciteteve profesionale. Në ndjekjen dhe gjykimin e krimeve të luftës në Kosovë të organizuar nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë. Përfaqësues të prokurorisë speciale, Odës së avokatëve të Kosovës dhe shoqërisë civile vlerësuan se pavarësisht rritjes së numrit të aktakuzave dhe zbatimit të gjykimeve në mungesë nevojitin reforma të mëtejshme ligjore, trajnime profesionale dhe mekanizma më efikas për trajtimin e rasteve të krimeve të luftës. Udhëheqësi i Departamentit për Krime të Luftës në Prokurorinë Speciale Ilir Morina tha se institucionet kanë treguar gatishmëri për trajtimin e këtyre rasteve, por përballen me sfidat që tejkalojnë vullnetin institucional. Amer Elia nga Fondi për të drejtën humanitare tha se trajtimi i krimeve të luftës mbetet një nga sfidat më të rëndësishme të sistemit të drejtësisë. Naim Rodari nga Oda e Avokatëve të Kosovës tha se gjykimi në mungesë është ende një institut i ri në Kosovë dhe kërkon përgatitje shtesë profesionale.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykim dënues ndaj Bashkim Koqi duke dënuar me 4 vjet burgim dhe 20.000 euro gjop lidhur me akuzën për shitblerje të narkotikëve. Akuza e ngarkon për transportimin e 180 kg kokainë. Aktgjykimi u shpall të hënën nga kryetari i trupit gjykues Lutfi Shala dhe anëtarët Veselj Ismaiti dhe Kujtim Krasniqi, raporton betimi për drejtësi. Gjykatësi Shala për të titull se i akuzuar i shpall fajtor dhe u dënua me 4 vjet burgim dhe 20.000 euro gjop për veprën penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikëve, e substancave psikotropike dhe analoge, kurse u lirua nga akuza për veprën penale shpërndarja e parave. Në dënimin me burgim, të akuzuarit do t'i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak. Duke ju referuar temperaturave të larta dhe përvojave nga vitet e kaluara, zjarret shkaktojnë rrezikim të përgjithshëm dhe pasuja të rënda kudo që shfaqen. Policia e Kosovës kërkon nga të gjithë qytetarët që të jenë të kujdesshëm, të shmangin ndezjen e zjarreve dhe të raportojnë apo të lajmërojnë autoritetet për çdo person të dyshuar që mund të jetë i përfshirë në raste të tilla të zjarrvënieve. Policia e Kosovës do të ndërmarrë masa ligjore ndaj gjithë atyre individëve që në një formë apo tjetër rrezikojnë jetën apo pronën e qytetarëve, qoftë qëllimisht apo përmes pakujdesisë së shfaqur në çfarëdo forme, thuhet në njoftimin e policisë. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka refuzuar si të pabazuar ankesat e kandidatëve për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, Bekim Haxhiut dhe Qendrim Kryeziut, të cilët kishin kërkuar rinumrimin e plotë të votave preferenciale të kandidatëve të këtij subjekti politik pas rinumrimit të 185 vendvotimeve të rregullta. Në vendim për ankesën e Bekim Haxhiut, PZA-po thekson se rinumrimi i 185 vendvotimeve ishte realizuar si pjesë e mekanizmit kontrollues të paraparë me legjislacionin zgjedhor dhe jo si rezultat i konstatimit të parregullsive sistematike. Sipas vendimit, Haxhiu kishte argumentuar se pas rinumrimit janë evidentuar 6 vota shtesë në favor të tij dhe se diferenca me kandidatin e renditur para tij mbetet 102 vota, duke kërkuar që të verifikohet në tërësi saktësia e numrimit të votave preferenciale të kandidatëve të PDK-s në të gjitha vendvotimet. PZA-po theksoi se as Haxhiu dhe as Kryeziu nuk kanë ofruar prova konkrete, formular rezultatesh, raporte vëzhguesish apo dokumente të tjera që të mbështesnin pretendimet për parregullsi të përhapura në procesin e numrimit. Për rrjedhoj, paneli vendosi që të dyja ankesat të refuzohen si të pabazuara.